Çfarë ka një musliman me një katolik? Të lutem ndryshimin. Atëherë ndryshimi është tek besimi, tek themeli, pra kryesorja. Tek adhurimi Allahut lartësuar, ne si musliman adhurojmë vetëm një Zot, Allahun e lartësuar, krijuesin e gjithësisë. Ne si musliman nuk i mveshim Zotit gjithësisë bashkëshorte, fëmijë. Besojmë dhe pasojmë vullën e profetëve Muhammedin a.s. I besojmë të gjithë profetët e Zotit, nuk bëjmë përjashtim mes profetëve të Allahut lartësuar. Ndërsa, pra të krishterët, ashtu siç na tregon Zoti i gjithësisë në Kur'an, pra thonë për Allahun e lartësuar, pra besojnë trinin. Po ashtu, nuk e besojnë profetin Muhammed, vullën e profetëve, Muhammedin a.s. për të cilin, siç tregon Allahu i lartësuar në Kur'an, ka përgëzuar vetë Jezusi, Isai a.s. Wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmed, dhe ka marrë pra si përgëzues për një profet që do të vijë pas meje, i cili quhet Ahmed, pra njëri ndër emrat e Muhammedit a.s. Çështja e adhurimit të Allahut lartësuar. Kjo është kryesorja që ndryshon një musliman me një jo musliman. Pra qoftë katolik, ortodoks, pra apo fe të tjera. Po ashtu, ne si musliman i besojmë gjithë profetët e Zotit. Nuk bëjmë përjashtime midis tyre. Dhe kur vjen çështja e martesës, pra kur themi që një muslimane nuk lejohet të martohet me një jo musliman, kjo sepse e para Allahu i lartësuar e ka ndaluar në Kur'an. Dhe normal ne i bindemi Zotit gjithësisë. Po ashtu duhet kemi parasysh që dashuria, lidhja është e vazhdueshme. Po ashtu çështja e fëmijëve, pasardhësve, të cilët pra muslimane duhet t'i rrisë si musliman, t'i edukoj si musliman. Pse? Sepse do t'i ketë edhe në xhennet. Po ashtu edhe bashkëshortin ta ketë në xhennet. E nëse njeriu është i dhujtar, nuk adhuron Allahun e lartësuar, nuk beson dhe nuk pason profetin a.s. Siç vjen edhe në hadith, pra nuk dëgjon dikush për mua, thot profeti a.s. Dhe më beson, pra siç kuptohet prej hadithit, dhe më beson vetëm se hyn në xhennet. Dhe nuk dëgjon dikush për mua dhe nuk më beson vetëm se hyn në zjarr. Muslimania duhet martohet me një musliman.